Okej. Shikoni të dashur qytetar se ç'bëhet përpara rreth rrotullimit tegut në Unazën e Madhe. Pra, kam vetëm 35 minuta që kam bërë vetëm as 500 metra rrugë me makinë. E dini pse ndodh kjo të dashur qytetar? Kjo ndodh sepse kjo rrugë që vjen nga Tirana, ku është autostrada dhe lidhet me Unazën e Madhe, është bërë për të shërbyer Samir Manes. Pra, kur është bërë ky segment rruge, është devijuar rruga për të shërbyer tegut të Samir Manes. Pra, në këtë vend shteti i shërben Samir Manes dhe jo qytetarëve. Dhe krijohet ky konfuzion për ditë dhe na rroft autostrada dhe tuneli që është bërë në Elbasan, për mos fol pastaj që pasi kalon tunelin para hyrjes në Elbasan, bllokohesh ke Hinka. Pra, kemi bërë një segment rruge me një tunel që nuk i hyn punë kërkujt për shkak se i shërbet Samir Manes. Çdo gjë në këtë vend vetë në funksion shërbimit Samir Manes dhe jo qytetarëve. Dhe qytetarët rrinë si pulat dhe nuk reagojnë. E gëzofshi.